Ju në gjatë jetë uroj t'jeni mirë dashur miq, ritakohemi sot në këtë bisedë të radhës sepse një armpushim ka tronditur botën prapa skenat dhe parashikimi që unë fatmirësisht bëra 6 orë përpara se marrëveshja të ndodhë, do të sjellim edhe provën e videos, me video, me zë dhe me figurë. Sot jemi në datë 8 prill 2026. Sigurisht sot bota ka parë diçka që nuk ndodh shpesh, një përplasje që ishte në prag të një shpërthimi u kthye në sekondat e fundit në një marrëveshje fatmirësisht. Por e rëndësishme është mos mashtroheni nga titut. Kjo nuk ishte thjesht një armpushim, ishte një përmbysje brutale e të gjitha rregullave të lojës. Ashtu siç ju kisha thënë 6 orë më parë. Irani i rrethuar dhe i goditur nën presion maksimal arriti të bëjë atë që shumë prej analizëve të botës e konsideronin të pamundur. E ktheu tryezën përmbys dhe detyroi një marrëveshje në momentin e fundit. Çfarë ndodhi do të jemi bashkërisht për ta parë minutë pas minute. Dhe tani vjen pjesa që ndryshon gjithçka, sepse kjo nuk ishte për mua një surprizë. Unë nuk pëlqej shpesh të flas për veten, por do t'ju sjell me provë. 6 orë përpara se kjo të ndodhte, unë e kam thënë këtë publikisht, live në live-in tim të mbrëmshëm, qartë, sakt, pa ekuivok dhe pa asnjë dyshim. Nuk e kam dhënë si një mendim, as si parashikim, sepse unë nuk merrem me parashikime, por si një lexim dhe një parashikim i bazuar mbi një lexim strategjik të thellë të asaj që po luhej në prapaskenë. Sepse nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adeu ne shohim thellë, e shohim përtej perdeve. Nëse mendoni se kjo është rastësi, ndaluni pak këtu. Mos vazhdoni më tutje pa e parë këtë video 1 minutëshe të cilën do t'ju paraqis tani. Sepse ajo që do të shihni aty është prova me zë dhe me figurë çfarë ju thash mbrëm 6 orë përpara se marrëveshja të bëhej dhe të njoftohej nga presidenti Donald Trump. Urdhëron. Në këto orë vendimtare të botës, në të cilat njerëzimi po pret a do të shtypet arma bërthamore apo jo. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë moment janë të interesuara për një armpushim. Po kërshnik deri tani po na flet për armë bërthamore. Leni çfarë po ju flas? Çfarë do Amerika tani? Amerika synon nga ky kërcënim maksimalist një armpushim dhe do do njoftoj që unë fitova sepse arritëm në marrëveshje. Amerika po përdor Pakistanin për të detyruar Iranin në mënyrë që Pakistani të ushtrojë presionin e tij ndaj Iranit, që Irani ta pranoj këtë marrëveshje. Si e bën Amerika këtë? Nëpërmjet kontakteve që ka me generalet e Pakistanit. Trump synon të shpall një fitore nëpërmjet arritjes së një armpushimi i cili do të jap atij frym për të ripërgatitur radhët dhe për të ripërgatitur makinerinë amerikane të luftës për të bërë gati për fazën e dytë të luftës. Nuk ka tërheqje nga lufta. Lufta nuk mbyllet nesër. Në lufta fatkeqësisht do të zgjas. E pat, në fakt kjo nuk është fat. Ky është leximi i lojës. Ky është leximi i prapaskenave përpara se ato të ndodhin. Lexim i thellë dhe jo lexim lajmesh. Dhe tani le ta çmontojmë këtë zhvillim pjesë. Çfarë ka ndodhur dhe si ndryshoi loja? Si e përmbysi Irani tryezën në sekondën e fundit? Çfarë u luajt në kulisa? Kush u detyrua të lëshojë terren dhe pse pikërisht tani dhe çfarë pritet në të ardhmen? Dhe kush përfitoi realisht ndërsa bota mendon se gjithçka përfundoi? Sepse e vërteta sapo ka filluar. Si arriti Irani ta përmbys tryezën përballë një makinerie ushtarake të frikshme dhe një mobilizimi i cili dukej tërësisht i pakthyeshëm. Si u kthye ngushtica e Hormuzit nga një arterie globale energjie në një instrument të presionit ekonomik ku bota tani rrezikon të paguajë për të kaluar. Po, siç e dëgjuat. Ishte free përpara luftës të kalojë në ngushticën e Hormuzit, tashmë do të duhet t'i paguajnë Iranit për të kaluar atje. Pse në Washington po flitet për një tërmet politik, ku dhjetra ligjvënës kanë kërkuar llogari për atë që ndodhi. Në Senat dhe në Kongres ka rënë një tërmet i madh politik. Si është e mundur që një senator amerikan e përshkruan këtë zhvillim si dorëzim të plot të Amerikës? Çfarë po luhet në Amerikë? Çfarë roli luajti një telefonat e papritur nga Pakistani, ashtu siç ju kisha njoftuar, që ndalojnë luftën
në momentin e fundit ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe pse Izraeli rezulton i tronditur dhe i papërgatitur për këtë armpushim, siç ju kisha njoftuar 6 orë më parë. Dhe mbi të gjitha, çfarë sinjali dha raketa iraniane që u lshua vetëm pak minuta pas shpalljes së armpushimit në drejtim të Izraelit. A ishte një mesazh i qartë apo ishte një paralajmërim? 10 kushte iraniane që ndryshuan të gjithë lojën e lindjes së mesme. Dhe një pyetje e cila rëndon mbi të gjithë këtë zhvillim vjen dhe na imponohet tani. A jemi përballë fillimit të një tërheqje amerikane nga rajoni i lindjes mesme? Unë jam Krishnik Osmani, po ju flas nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adeu, në këtë program dhe emision ku analizojmë atë që shumë të tjerë nuk arrin ta thonë as guxojnë. Armpushimi tronditi botën dhe si ja doli Irani të bëj këtë marrëveshje me Trump në momentet e fundit. Në momentet më kritike, presidenti Trump kërcënoi me shkatërim total, duke shkuar drejt një betejë masive me Iranin. Por pas skenës, udhëheqësi suprem i Iranit Mujtaba Khamenei për herë të parë udhëzoi negociatorët e tij drejt një marrëveshje. Dhe ky ishte momenti kyç që hapte rrugën për një armpushim. Forcat amerikane në lindjen e mesme dhe në Pentagon po përgatiteshin për një fushat bombardimi të gjerë, ndërsa aleatët e rajonit prisnin hakmarrje të papar iraniane. Brenda Iranit disa civil po largoheshin për të shmangur sulmet. Në mëngjesin e së hënës, Steve Witkoff dhe ndërmjetësi nga Pakistani, Egjipti dhe Turqia u nisën rrugën e negociatave, dhe secili mori në valixhet diplomatike draftet e marrëveshjes së mundshme mes Iranit dhe Amerikës dhe shkuan atje për të diskutuar detajet dhe për t'ju apërcjell ato palë. Në mbrëmje, pala amerikane miratoi një draft për armpushim 2 javor dhe tani vendimi ishte në duart e Mujtaba Khameneit. Khamenei udhëhoqi procesin në mënyrë të fshehtë, duke komunikuar kryesisht me mesazhe të fshehta, përmes të dërguarve për shkak të kërcënimeve të mundshme për atentate dhe kërcënimin ndaj jetës së tij. Përfshirja e Khameneit ishte shumë thelbësore. Pa miratimin e tij, marrëveshja nuk do të kishte ekzistuar. Edhe në mëngjesin e smartës, Trump bëri kërcënimin më të madh. Një civilizim i tërë do të vdes sonte, njoftoi Trump. Megjithatë, negociatat vazhduan dhe u arrit një përparim rreth mesditës së martës, kishte një kuptim të përgjithshëm se palët po afroheshin drejt armpushimit 2 javor. Kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif publikoi kushtet dhe bëri thirrje që të pranohet marrëveshja. Trump u konsultua me Netanyahu dhe më pas me marshallin Asim Munir në Pakistan për të mbyllur marrëveshjen. Forcat amerikane morën urdhër të ndalojnë operacionet. 15 minuta pas postimit të Trump në rrjetet sociale, Irani deklaroi se do të respektojë armpushimin dhe do të hapë ngushticën e Hormuzit për anijet duke koordinuar me forcat e tij të armatosura. Akoma nuk dihet sa do të rifillojë transporti, a do të fillojë ky armpushim total apo do të respektohet apo nuk do të respektohet nga Izraeli. Është shumë e rëndësishme edhe kjo pikë që të njihet, sepse Izraeli është gjendur tërësisht i papërgatitur dhe në fakt mund të ketë bërë sikur është gjendur i papërgatitur, sepse Izraeli e kuptoi që amerikanët ishin tashmë të detyruar ta merrnin një vendim të tillë. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance pritet që të udhëheqë delegacionin amerikan në bisedimet e planifikuara në Pakistan. Përpara 10 ditësh, unë ju kam njoftuar se si iranianët refuzonin bisedimin me Steve Witkoff dhe Jared Kushner dhe kishin parapëlqyer që të bënin bisedime me zëvendës presidentin J.D. Vance. Këtë ju kam njoftuar përpara 10 ditësh dhe përpara 2 javë, dhe si zëvendës presidenti amerikan do të bëhej gati për të nisur në drejtim të Pakistanit. Një nga detyrat më të rëndësishme të karrierës së J.D. Vance, i cili tashmë ndodhet në Budapest në mbështetje të fushatës elektorale të Viktor Orbanit. Megjithatë, ka
ende diferencat mëdha të vizioneve dhe të këndvështrimeve. Këndvështrimi, vizioni amerikan dhe ai iranian vazhdojnë të përplasen dhe lënë mundësinë reale që konflikti të rifilloj pas këtij armpushimi. Kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën të hyrin në këtë përballje, ato hyn me gjysmë masë. Flota, aeroplanbajtëse, luftanie, një grumbullim force që synonte një rezultat të qartë. Presion maksimal ndaj Iranit, goditje të shpejtë dhe dorëzim të menjëhershëm të Iranit. Paktën, ky ishte projeksioni. Në Washington, llogaria ishte e thjeshtë. Fuqia ushtarake amerikane e pasfidueshme do të bënte punën e saj. Irani do të detyrohej të tërhiqej. Këto ishin llogaritë. Programi i pasurimit të uraniumit do të ndalej dhe nga brenda sistemi do të fillonte të çahej me nisjen e revoltave popullore. Madje pritshmëria shkonte edhe më tej se kaq në Washington, se populli i Iranit do të dilte kundër qeverisë së tij, që në goditjet e para ndoshta pas vrasjes së Khameneit. Por këtu ndodhi edhe përmbysja e madhe. Jo në front, jo në raketa, por në psikologjinë popullore. Askush nuk e priti, por ja që ndodhi. Sepse një popull kur e ndjen që ka rrezik ekzistencial, ai nuk shpërbëhet, por unifikohet rreth leadershipit. Bashkohet dhe kjo është ajo që ndodhi pikërisht në Iran jashtë parashikimit të Amerikës. Një shoqëri që kishte tensione të brendshme, u konsolidua qoftë dhe përkohësisht në një mënyrë të paprecedentë. Regjimi në Iran nuk ra. Përkundrazi, u konsolidua akoma më fort dhe u forcua edhe më tej. Dhe lufta që duhej të përfundonte shpejt, filloi të zgjatej jashtë çdo lloji parashikimi. Filloi të përhapej jashtë çdo lloji parashikimi. Dhe aty u shfaqen çarjet e vërteta. Por këtë herë jo më në Teheran, por në Washington. Sepse realiteti financiar dhe strategjik filloi të goditej fort. Kishte kosto të mëdha të luftës. Kush duhet të paguante për të? $1 miliard në ditë i ka kushtuar ushtrisë amerikane minimalisht kjo luftë. Një makineri gjigande ushtarake që konsumonte burime parash masive pa prodhuar rezultatet e pretenduara dhe të pritshme në terren. Miliarda dollar të humbura, por nuk ka një fitore të qartë. Dhe mbi këtë presion qëndronte një rrezik akoma më i madh se sa ai që dukej, ngushtica e Hormuzit. Rreth 20 milion fuqi naftë në ditë kalojnë pikërisht nga ajo ngushticë. Një bllokim i saj ishte, dhe ashtu ishte pra, bllokim tërësor i ekonomisë globale. Një krizë energjetike me pasoja zinxhir që do të rëndiste gjithë planetin. Këto nuk janë detaje. Janë faktorë, miq të dashur, të cilët ndryshojnë vendimet e vendimmarrjes në Pentagon. Dhe kështu Washingtoni filloi të kuptojë diçka thelbësore, ndoshta me vonesë. Vazhdimi i luftës nuk ishte më një opsion i mundshëm. Ishte një kosto e papërballueshme, të cilën s'kishte kush ta paguante, politikisht, ekonomikisht dhe strategjikisht. Duhet gjithmonë dikush që do të paguajë faturën dhe le ta themi qartë. Irani nuk e shkatërroi Amerikën, ndryshe nga ç'u thonë. Kjo është e pamundur që të ndodhë, por Irani bëri diçka shumë më të rrezikshme në logjikën e fuqisë globale amerikane. Irani sot ka goditur prestigjin amerikan, sepse kur një superfuqi botërore mobilizon gjithë këtë fuqi dhe nuk i arrin objektivat e saj, kur nuk mund ta detyrojë Iranin, pra kundërshtari në këtë rast të dorëzohet, kjo në terminologjinë strategjike ka vetëm një emër: kapitullim dhe humbje. Ra autoriteti i Amerikës dhe reagimi nuk vonoi. Brenda vetë Shteteve të Bashkuara të Amerikës një tërmet i madh ka nisur dhe ka nisur një çarje e thellë politike që po zihen në Washington, në Kongres dhe në Senat. Elita politike ka nisur të distancohet tërësisht. Presioni mbi presidentin Trump është rritur jashtëzakonisht dhe akuzat janë bërë tashmë publike. U publikua një zhvillim që tronditi Washingtonin. Dhjetra ligjvënës
Demokrat kërkojnë sot shkarkimin e presidentit për mënyrën se si u menaxhua kjo përballje. Jeni apo s'jeni dakord me demokratët, të gjithë ju sovranistët e botës, ju duhet ta kuptoni që Trumpi erdhi në një moment që nuk i kishte bërë llogarit mirë dhe i dha Amerikës një faturë nga Make America Great Again, ta bëjmë Amerikën të madhe sërish. Për herë të parë pas luftës së dytë botërore, Amerika humb autoritetin e saj në këtë lloj deregjeje, pas 20 kërcënimeve tërhiqen në një marrëveshje e cila duket qartë se ka tronditur të gjithë ekuilibrat gjeopolitik në lindjen e mesme. Një sinjal i qartë erdhi nga kjo luftë dhe nga ky armpushim se kriza e Amerikës nuk ishte vetëm jashtë, por edhe brenda saj. Dhe pastaj erdhi fjalia e cila përmbledh gjithçka. Një senator amerikan, jo ne, e tha hapur: ky ishte një kapitullim i plot, ky ishte një dorëzim i plot. Irani mori kontrollin mbi gushticën e Hormuzit. Kjo nuk është një retorikë e jashtme, as politike brendshme, as opozit. Ky është një fakt. Kjo është nga brenda sistemit amerikan. Atje kanë nisur të zgjohen nga njerëz që lexojnë fuqinë dhe i kuptojnë pasojat e këtyre zhvillimeve. Dhe këtu arrim në pikën kyçe të gjithë kësaj historie, ngushtica e Hormuzit. Irani nuk e përdori thjesht si një pikë strategjike. Ai e transformoi ngushticën e Hormuzit në një instrument ndikimi botëror, nga një rrugë kalimi e anijeve dhe naftës botës në një levë të presionit ekonomik global. Dhe sipas marrëveshjes, po krijohet një mekanizëm i ri ku kalimi i anijeve lidhet me koordinim dhe me kontroll dhe me pagesë parash. Ishte free, tashmë do duhen të paguajnë ata që kalojnë aty. Implikimi për herë të parë rruga më e rëndësishme energjetike e botës shndërrohet në një mjet negocimi dhe bëhet me pagesë. Ishte free. Dhe kjo ka ndryshuar të gjithë lojën globale. Pra, çfarë kemi të bëjmë realisht? Kemi një shtet që hyri në një përballje thyrje kockash me superfuqinë e botës dhe doli me ndikim më të madh ekonomik dhe strategjik nga përballja me superfuqinë. Kjo është arsyeja pse kjo situatë në Washington sot po shihet si një përmbysje e ekuilibrave. Dhe ku është momenti vendimtar? Ishte një telefonat, një ndërhyrje e papritur, një kërkesë për ndalim dhe menjëherë pas saj një ndalesë e përkohshme e goditjeve. Kjo ishte e gjithë marrëveshja të cilën ju a njoftova 6 orë përpara. Publikisht u paraqit si sukses, ju thash Trump do ta thotë fituam, si një hap drejt paqes dhe drejt fitores. Por po të lexoni kushtet në tryezë, ju e kuptoni të vërtetën dhe realitetin, sepse kërkesat nuk duken si kërkesat e një pale të kapitulluar për të dobët. Ato duken si një kushte të një aktori botëror që negocion nga pozitat e forcës. Këtë bëri Irani. Dhe kjo është ajo që ndryshoi sot narrativën në botë. Megjithatë, lufta nuk ka përfunduar, miq të dashur, ju a thash edhe mbrëm. Marrëveshja është vetëm një pauzë për të marrë frymë, një fazë tranzicioni. Negociatat do të vazhdojnë. Tensioni mbetet. Po Izraeli ka dalë jashtë loje dhe është duke shkulur flokët. Ç'është kjo marrëveshje pa na pyetur ne? Pa mbaruar, pa u tharë boja e marrëveshjes, shkuan raketat iraniane në drejtim të Tel Avivit dhe Izraeli është i pakënaqur dhe potencialisht i ekspozuar përballë Iranit, sepse për herë të parë po përballet Tel Avivi me mundësinë që balancat e ekuilibrat e forcës të ndryshojnë në lindjen e mesme pa kontrollin e Tel Avivit. Dhe pastaj ishte momenti që të gjithë e panë. Vetëm pak minuta pas shpalljes së armpushimit, një raket lëshohet e pat të gjithë në drejtim të Izraelit. Mendoni se ishte aksident apo një goditje pa dashje? Jo, ishte mesazh. Ishte vonesë komunikimi? Jo, ishin të gjitha bashkë. Mesazh për Izraelin se kemi marrëveshje me Amerikën, jo me ju, dhe mesazh se marrëveshja me Amerikën mund ta lërë Izraelin jashtë. Loja, miq të dashur, është shumë e komplikuar dhe ende nuk ka përfunduar. Dhe në fund, e ta përmbledhim pak gjithë të që ka ndodhur, fare pa emocione. Irani
mos e çoni në përmend, nuk fitoi ushtarakisht, por ai arriti diçka që në politik ka më shumë peshë se fitoria ushtarake. Detyroi superfuqinë e botës që të ndalet dhe të negociojë me të. Dhe kjo është arritje e madhe. Dhe kur kjo ndodh, rezultati është i qartë. Pyetjet tani janë këto dhe duhet t'i bëjmë patjetër. A do të zgjas kjo marrëveshje? Sa do të zgjas ky armpushim? A do të pranohet nga gjithë aktorët që luajnë në lindjen e mesme apo jo? Dhe më e rëndësishmja se të gjitha, apo shohim fillimin e një ndryshimi të madh strategjik në ekuilibrat global apo jo? Sepse ajo që ndodhi sot mund të jetë vetëm fillimi. Unë dua që të shkruani komentet dhe përgjigjet tuaja tek komentet e kësaj video për këto pyetje të mëdha që unë i ngrita. Dëshiroj të marr mendimet tuaja për gjithçka u tha, për gjithçka folëm dhe t'ju rikujtoj edhe një herë. Ju kërkoj ndjes me shumë respekt për kohën tuaj të çmuar, për vëmendjen tuaj. Kreshniku nuk e ka për zakon të flas për veten. Kreshniku nuk e rreh gjoksin as e bën grop. Kur fola për parashikim, kur fola për gjuajtje në shënjestër, është një mesazh i qartë i asaj që unë ua përsëris çdo ditë. Ne këtu nuk merremi me lajme. Kreshniku nuk merret me fall, as me lexim filxhani, as me parashikime idiote, as për luftë klikimesh për të mbajtur tufat nën kontroll. Ju asolla këtë provë sot me video, me zë dhe me figurë, video proof. Si gjuajta në shenjë në 6 orë përpara se Trump të njoftojë marrëveshjen siç e keni në video të shkruar. Nuk e thash për të mburur, as e thash për të dukur interesant për ju. Tashmë, besnikëria e audiencës tuaj mua më lumturon. Jam shumë i lumtur që jam pjesë e vëmendjes tuaj, sepse audienca juaj besnike më bën të punoj akoma më fort, akoma më i vendosur, akoma më i bindur që të çojmë përpara këtë mision të shenjtë, ndriçimi i mendjeve të shqiptarëve dhe hedhja dritë mbi ngjarjet, jo sepse ne parashikojmë, as sepse përfaqësojmë CIA-n dhe Pentagonin, por për t'ju treguar ju dhe gjithë audiencës shqiptare në trojet shqiptare se ky është një kanal i cili lexon thellë portej lajmit, jashtë lajmit dhe i shikon ngjarjet shumë kohë përpara se ato të ndodhin. Kjo që ndodhi sot ishte vetëm një shenjë, vetëm një argument me zë dhe me figurë që nuk është shumë i largët, vetëm një ditë më parë ju tregova para se ta njoftoj Trumpi se çfarë ka nevojë Amerika, pavarësisht se gjithë bota është duke folur për bërthamore, për frikë dhe për mundësinë që të shëmbet qytetërimi iranian. Ju thash, çfarë ka nevojë Amerika? Riktheuni dhe shiheni në fillim të videos. Pse i bëj këto? Dhe pse ju a tregoj këto? Që t'ju tregoj se kështu ne i shohim edhe i ndjejmë dhe i parashikojmë dhe bëhemi gati të planifikojmë edhe atë që e pret Shqipërinë dhe rajonin tonë dhe shqiptarët në trojet e tyre, duke lexuar thellë vendimit strategjik botëror, i paraprim me plane ne si shqiptar nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adeu, i paraprim planeve Urgurzeza dhe bëjmë gati barikadimin për shpëtimin e Shqipërisë dhe të ruajmë Shqipërinë nga këto momente të rrezikshme. Ky është qëllimi pse ju asolla provën sot, nuk më intereson fare që unë të ndjej superioritet ndaj ekspertëve të tjerë apo analistëve të tjerë. Kjo është një teori krejtësisht e mbyllur për mua, sepse njohuritë e mia modeste janë certifikuar diku tjetër dhe nuk presin të certifikohen nga mediat e Tiranës. Ju asjell këto prova, ju asjell këto dëshmi, ju asjell këto analiza dhe këto tregues me zë dhe me figurë se si e shohim zhvillimin që të ruajmë Shqipërinë, që të bëjmë gati planin për të mbrojtur Shqipërinë. Sepse ajo që po vjen është më e madhe se të gjithë. Bota ka nisur të ndryshojë. Një tërheqje e mundshme e Amerikës nga lindja e mesme
do të jetë një tronditje globale. Do të thotë që do të zëvendësohet nga Kina dhe nga Rusia atje. Dhe në qoftë se kjo ndodh, unë besoj që nuk është ky momenti, por të gjitha opsionet janë në tryezë, sepse çfarë i dhem Washingtonit, e di Washingtoni atje brenda se çfarë i dhem dhe ku i djeg, dhe ku e ka problemet dhe ku e ka dhëmballën e kalbur, e din atje në Pentagon dhe në shtëpinë e bardhë. Megjithatë, Ballkani nuk do të jetë jashtë fokusit dhe jashtë vëmendjes dhe jashtë këtyre tërmeteve të mëdha. Në qoftë se zhvillimet eskalojnë frikshëm në lindjen e mesme dhe më pas në rajonet të tjera të botës, sepse Vladimir Putini nëpërmjet Vučićit dhe lojtarëve të tjerë në rajon do të tentojnë të riformatojnë ekuilibrat këtu në Ballkan. Dhe mos harroni, presioni ndaj Kosovës dhe ndaj Shqipërisë dhe ndaj shqiptarëve do të vijë në rritje në qoftë se Putini arrin fitore në zona dhe në rajonet të tjera të botës, qoftë në lindjen e mesme, qoftë në Ukrainë, do të rritet presioni mbi shqiptarët. Kjo nuk është urrejtje për Rusinë as për Kinën. Kjo është një kalkulim gjeopolitik që lidhet me interesat tona kombëtare. Rusia dhe Kina e shohin Ballkanin me sytë e Serbisë. Ne shqiptarët do të jemi në presion sa më shumë të dobësohet Amerika, sa më shumë të rrezikohet shpërbërja e NATO-s dhe shpërbërja e Bashkimit Evropian. Sot është momenti të mblidhemi të gjithë rreth lëvizjes Adeu dhe të parashikojmë të gjithë bashk hapat, të shkruajmë të gjithë bashk hapat nëpërmjet të cilave do të barrikadojmë ruajtjen e Shqipërisë dhe trojave shqiptare në Ballkan dhe çështjes shqiptare në tërësi dhe të kauzës shqiptare në tërësi në këto ditë të rrezikshme jashtëzakonisht vendimtare për të ardhmen e planetit, ku askush nuk është në gjendje të shohë shumë larg, sepse mjegulla është e madhe, stuhia është e fortë dhe barka shqiptare është shumë e dobët, shumë e kalbur, shumë e prisht në mesin e këtij oqeanit madh të rrazuar. Edhe një herë faleminderit shumë për mbështetjen tuaj, për vëmendjen tuaj, jeni të lutur nëse e shihni me vlerë këto video, t'ja tregoni pjesës tjetër të shqiptarëve, mos harroni të bëni share, like, subscribe, ju që jeni në diasporë në Europë, në Amerikë, në Kanada dhe kudo në botë, mund t'i bëni edhe join kanalit, mund të bëni antar të kanalit, në mënyrë që ta mbështesni këtë media alternative e cila